Është promovuar sot monografia Xhamia Sulejman Hadumagës e autorit Agron Muçaku me rastin e 430 vjetorit të ndërtimit të Xhamisë së Hadumit në Gjakov. Në hapje të promovimit, profesor doktor Rushdi Sefa tha se është kënaqësi që në nder të fesës kombëtare po promovohet një vepër e tillë me shumë vlerë kulturore. Pse nëntori? Sepse nëntori mban në kujtesë jo vetëm lavdinë e flamurit, por edhe rikthimin në jetë të kësaj bukuroshe të Gjakovës, e cila 20 vite më parë, pas granatimeve dhe tentimeve barbare për ta zhdukur u ringrit sërish si dëshmi se Gjakova di të plagoset, por di edhe të ringritet. Për arkitekturën e xhamisë foli arkitekti Xhelal Hoxha, i cili vuri në dukje rëndësinë e këtij objekti si monument historik dhe fetar. Në përcaktimin e shkruajës së historisë nga arkitektura i kemi dy koncepte. Kur një objekt arkitektonik e marr vulën e rëndësisë historike si objekt arkitektonik, për përmbajtjen arkitektonike, për stilin, kohën në cilën është ndërtuar, dhe komponenta e dytë rëndësisë historike të një objekti arkitektonik është kur për atë objekt arkitektonik lidhjet, ngjarjet, zhvillimet e koncepteve zhvillimore të një shoqërie të caktuar në kohën e caktuar sipas ngjarjeve dhe ndodhive historike. Ndërsa historiani Alban Dobruna pohoi se libri është punuar me kujdes të veçantë, duke sjellë sqarime, fakte historike, fotografi, të cilat faktojnë periudhën e qëndrueshmërisë së këtij kulti fetar. Prezanton pasurinë historike dhe kulturore të Gjakovës, siç është kjo xhami, duke fokusuar në origjinën urbane, zhvillimin ekonomik dhe ndikimin e vakfit e Sulejman Hadumagës, ndërtuesit e kësaj xhamie madhështore, i cili i kushtoi një vëmendje në libër, i kushtoi një vëmendje personale këtij personi real me ndikim konkret në formimin e shtetit. Ky libër është profiluar me kujdes, duke shtjelluar lëndën në mënyrë sistematike, mbështetur në metodologjinë shkencore bashkëore të përmbledhur në 174 faqe, që ndohen në 3 kapituj sipas një renditje kronologjike me sqarime dhe plotësime përcjellëse, me dokumente, fusnota, faksimile, fotografi e tjerë. Autori i monografisë, Agron Muçaku, shpreh se gjatë punimit të librit ka siguruar 20 dokumente nga arkiva e Stambollit, prej të cilave disa publikohen për herë të parë. Sulejman Hadumaga, edhe pse një pjesë të jetës ja kushtoi shërbimit në pallatin sultanit, lidhja e tij me vendin mbeti e gjallë dhe e pathyeshme. Ai ndjeu madhe për të kthyer, për të dhënë kontributin e tij atje ku kishte rënjen dhe zemrën. Dhe këtë realizoi duke ndërtuar xhaminë e Hadumit dhe gjithë kompleksin përreth dhe më gjerë, duke u bërë faktikisht themeltari i qytetit urban të Gjakovës. Sot me bindje të plot mund të themi se pa pasurinë e tij, pa vakufin e tij dhe pa vizionin e tij urban, Gjakova nuk do ta kishte fizionominë që ka sot. Promovimi i librit Xhamia Sulejman Hadumagës është mundësuar nga Shoqata Intelektualëve Jakova.